Tronditet Minnesota atentat ndaj 2 senatorëve, vritet ligjvënësja demokrate dhe bashkëshorti i saj autori në kërkim. Minnesota është tronditur nga një sulm i rënd me armë që dyshohet të ketë patur motive politike, ku humbi jetën përfaqësuesja e shtetit Melissa Hortman dhe bashkëshorti i saj Mark, ndërsa një tjetër çift politikanësh u plagos rënd. Guvernatori i Minnesotës Tim Walz konfirmoi në një konferencë për shtyp të shtunën se Hortman dhe bashkëshorti i saj u qelluan për vdekjen orët e parë të mëngjesit. Sulmi dyshohet të jetë një atentat i motivuar politikisht. Shënjestra e të njëjtit agresor ishin edhe senatori shtetëror John Hoffman dhe bashkëshorti i tij, të cilët u qelluan disa herë, por fatmirësisht mbijetuan dhe janë aktualisht në kujdes mjekësor pas ndërhyrjes kirurgjikale. Jemi me kujdes optimist për shërimin e tyre, tha guvernatori Walz. Të dy ligjvënësit janë pjesë e Partisë Demokratike. Farmer Labor të Minnesotës, shkruan CNN, agresori ishte ende në arati, ndërsa një operacion i gjerkërkimi po zhvillohet nga policia lokale, FBI, shërbimi patrullës së shtetit dhe autoritetet të tjera. Sipas shefit të policisë në Brooklyn Park, Mark Bruley, disa persona janë ndaluar për marrje në pyetje, por ende nuk ka arrestime zyrtare. Autoritetet kanë përshkruar autorin si një mashkull i veshur me jelek, pajisje si taser, distinktiv dhe element të tjerë që ngjasojnë me uniformën e një polici. Ai dyshohet të jetë në lëvizje në këmbë. Rreth orës 02 të mëngjesit të së shtunës, policia u përgjigj thirrjes se në banesën e senatorit Hoffman, ku ai dhe bashkëshortja u gjetën plagosur rënd, rreth një orë më vonë, gjatë një kontrolli proaktiv në banesën e Hortman, oficerët e policisë u përballën me autorin që kishte mbërritur më parë në vendin e ngjarjes dhe ishte maskuar si oficer policie. Pas një shkëmbimi zjarri, agresori arriti të aratisej. Policia e Brooklyn Park ka lëshuar një urdhër për qëndrimin në banesë për një reze prej 3 miljesh nga fusha e golfit Edinburgh. Banorët janë këshilluar të mos hapin derën për askënd që pretendon të jetë oficer, pa konfirmuar më parë përmes thirrjes 911.